I iku gruaja në përleksion në universiteti edhe la vetëm 2 kalamaj. Apo nuk është edhe invalid, kupton? Do të haj rrogën e gocës, t'ja marrë të gjitha lekët, kurse çunin e pa rritur mirë, do t'a dërgoj në punë. Po, do me thënë, jesh përgjëruar, i shkreti, ju përgjëruar. Doli ligji për barazin gjinore, shkalluan të gjitha gratë. Ore është komshia ime, njeri që i njoh. Gati 50 vjeç grua ju tek tani të lërë familjen, ta braktis edhe të shkojnë në universitet. Po të gjitha këto janë pjesë të agjendës, pjesë të planeve të këto. Barazia gjinore, ligjet e gjinit. Bëni komente tuaja se së shpejti do publikoj se çfarë do ndodh. Hajde. Selima, mama, vazhdon akoma me këto video të ngelen TikTok gjithë ditën. Kam bërë një lajmërim për të gjetur ty ndonjë burrë, se na ngelen deri, ke parasysh. Ti me këtë fytyrë do më gjesh mua burrë? Unë do gjej burrë. Zemër. Po, mos harro se mua s'ka lënë njëri deri sot. Je ti eksperti i kësaj pune, a? Ty sikur të ka lënë Sania para ca kohësh. Me kë iku me vërtet Sania se mbaj mend si kishte ai Angelo, Casey, ha? Selim, si se bëre një video ti për veten tënde kur t'la atëherë Sania?